Prej 10 qindrave viktimave që i kemë në Kosovë të regjistruar deri tash, mbi 90% të rasteve të vrasjeve kanë qenë raste recidiviste. Dhe në momentin kur dalim prej burgut, ata shprehen edhe një shenjë pak narcisizëm. Unë mendoj që dhuna në familje do të edhe të mirën masa dhe dhunë edhe dënimet të cilat i parashë legjislacioni. Mirë, por kjo nuk e rregullon as pak punën. Ne kemi dëshmitar edhe gjatë një rasti të dhunës në familje dhe patëm një rast recidivist, i cili kishte qenë ushtruesi i dhunës më herët dhe prap ajo kishte pasu edhe me një konflikt, i cili konflikt rezultoi edhe me viktima. Prej 10 qindrave viktimave që i kemë në Kosovë të regjistruar deri tash, mbi 90% të rasteve të vrasjeve kanë qenë raste recidiviste. Pra, kanë ushtruar dhunë një herë dhunë brenda familjes, pastaj janë liru të patrajtuar nga institucionet dhe në momentin që kanë qenë në liri, ose kanë qenë në masën e urdhrit mbrojtjes, ose nuk kanë qenë fare në masën e urdhrit mbrojtjes dhe kanë shkaktuar vrasjen e gruas. Kjo nuk kupton që institucionet nuk kanë një trajtim adekuat, nuk kanë një përgjegjësi profesionale. E kalzon qysh është dashur me qenë për një dikën që ka qenë burg për dhunë familje, si ish udhëheq i drejtorisë për punë sociale, vetë çfarë tretmani është dashur me pas, në çka është dashur me kalu çaj person që ka bërë dhunë familje, zakonisht me protokoll të ligjit Kosovës. Po, jo, nuk është vetëm me ligjin, mirë, po është zhvilluar dhe protokollet janë zhvilluar doracake të ndryshme për trajtimin e ushtruesve të dhunës në familje. Mirë, po ata doracak kanë qenë doracak të zhvilluar, të përkthyem prej disa ekspertëve të cilët nuk kanë gjetë zbatim fare. Sepse në qoftë se një viktim, në qoftë se një ushtrues i dhunës ka shkuar në mbajtje 48 orë ose 30 ditë ose 6 muaj, ai nuk është rehabilituar. Ne duhet ta hapim një institucion, një qendër rehabilituese ku do të punojmë jo vetëm me viktimat e dhunës familje, sepse me viktimat faktikisht. Pse me hap një qendër nëse i kena qendra për punë sociale? Jo, është një qendër rehabilituese sepse qendrat për punë sociale nuk janë të plotësuara, nuk janë të kompletuara, nuk janë të gjithdijshme që ta kryejnë edhe këtë mandat dhe është mbet edhe me udhëzim, edhe me protokoll, është mbet që edhe nga shoqëria civile të mendojnë organizata të cilat do t'i trajtojnë ushtrues të dhunës, sepse aty lypet një trajnim 12 mujor dhe brenda 12 muajve deri në 24 muaj, ashtu e thot protokolli. Që shumë menu organizatat për shoqëri civile me u marrë me këtë punë, pse organizatat? Ku e kanë specializimin organizatat me u marrë? Këto duhet me pyet ministrin e drejtësisë, sepse ne me vetë faktin që Ministria e Drejtësisë ka angazhuar ekspertë dhe ka bërë një protokoll të tillë dhe është një organizatë në fakt e cila thuhet që i trajton këto raste në Prishtinë, mirë, por nuk e kemi pas një rezultat, edhe nuk e dim se çka kanë bërë deri më tani. A e din emrin e asaj organizate? Po, është një organizatë e cila merret me trajtimin e këtyre rasteve, mirë, po ata kanë thënë që kemi trajtuar relativisht shumë raste, po nuk e di asnjëherë edhe sa kam qenë në pozicion edhe tash nuk e di që dikush i orienton, qoftë pe qendrës për punë sociale, qoftë pe mbrojtje viktimave, qoftë pe gjykatës, qoftë pe prokurorisë, këta persona në atë organizatë ku organizata do t'i trajtojë. Edhe nuk e di se cila është ekspertiza, sepse aty thuhet që është një apo dy persona që janë të licencuar për trajtimin e këtyre rasteve, mirë, po unë nuk kam pa diçka konkrete që është arrit. Dhe ne po e shohim faktikisht edhe tash, po mbahet në burg dhe burgu asnjë person nuk e rehabiliton, as nuk e risocializon. Burgu vetëm sa bëhen edhe më agresiv dhe në momentin kur dalim prej burgut, ata shprehen edhe një shenjë pak narcisizëm dhe kjo përfundon relativisht edhe me vrasje në raste të caktuara.